27 qershor 1944, forcat e Napoleon Zervës hynë në Paramithi dhe vranë më shumë se 600 shqiptarë të Çamërisë për 3 ditë me radhë. Më shumë se 30.000 çam u shpërngulën me dhunë nga Greqia gjatë viteve 1944-45, 2.900 prej të cilëve vdiqën rrugës gjatë largimit të tyre për në Shqipëri. U shkatëruan tërësisht mbi 61 fshatra shqiptare të Çamërisë dhe u dogjën dhe plaçkitën mbi 5.800 shtëpi. U rrëmbyen mbi 17.000 krerë bagëti dhe mbi 110.000 të tjera humbën. Çamëria mbeti shkret në një prej gjenocideve më të mëdha të Ballkanit, ndërsa çamët e mbetur gjallë në ato vite të vështira të luftës së dytë botërore kërkonin drejtësi. Të ardhur në Shqipërinë e varfër, një pjesë e tyre u strehua në përkampe refugjatësh, të cilat ishin ngritur në Sarandë, Vlorë, Rogozhin, Kavaj dhe në të gjithë vendin. Zaregjistronin emrat në lista për të gjetur të afërmit e tyre të mbetur gjallë. Histori të trishta, si rasti i nënës që kishte mundur të shkëpuste skalpin e kokës së djalit të vrarë, që të mund të kishte një varr për ta qarë. Me shpresën dhe statusin e refugjatit, shqiptarët e Çamërisë mbetën brenda territorit të Shqipërisë pas vendosjes së diktaturës. Në Shqipërinë komuniste, regjimi i përndoqi duke i masakruar për së dyti. Në vitin 61 u krye edhe gjenocidi i dytë mbi shqiptarët e Çamërisë dhe kjo nisi me dosjen e Temesekos, admiralit të parë të flotës detare shqiptare, dhe prej këndej e gjithë popullsia çame u përndoq dhe u stigmatizua. Rënja e diktaturës solli një frymë të re shprese për të gjithë shqiptarët e Çamërisë. Në 10 janar të vitit 1991, një grup intelektualësh çam themeluan të parën shoqatë politike pluraliste, shoqatën patriotike Çamëria, dhe filluan betejën e tyre për drejtësi. Në vitin 94, presidenti i asaj kohe vendosi me ligj që 27 qershori të njihej si dita e gjenocidit të shovinistëve grek mbi shqiptarët e Çamërisë. Në vitin 2005, po këta burra u gjakosën në një protestë masive para parlamentit, sepse kërkonin miratimin e rezolutës së çështjes çame. Por parlamenti miratimin e saj e fsheu nëpër kalendat parlamentare dhe i vuri kapak kësaj çështje. Kjo ishte koha që betejat tashmë duhet të zhvilloheshin brenda aulës së parlamentit. Shpëtimi Drizi ishte i pari deputet çam që në vitin 2006 kërkoi që në 27 qershor deputetët të mbanin 1 minutë heshtje për popullsinë e masakruar të Çamërisë. Vokacioni ynë politik ishte i qartë, i kundërshtimeve, siç ishte raporti famkeq i Dikmartit për Kosovën, për kauzat tona kombëtare, për çështjen çame dhe çdo interes të shqiptarëve, ne duhet të ngrinim zërin. Në vitin 2011 u krijua PD-ja, e cila u përball për herë të parë me zgjedhjet vendore dhe fitoi kandidat në Këshillat Bashkiake në të gjithë Shqipërinë. Era e re e betejave për drejtsinë e mohuar kishte nisur. Hapi i parë ishte ngritja e varrezave monumentale në Klogjër në Sarandë, ku prehen 2.900 shqiptarë të Çamërisë, një sfidë personale e shpëtimit Drizit që prej 70 vjetësh më në fund të çonte në vend një prej amaneteve, që ata që ndërruan jetë nga uria, lodhja, sëmundje dhe varfëria të preheshin të qetë. Varreza monumentale Trëndafilat e Çamërisë pas varrezave të dëshmorëve të kombit është monumenti më madhështor i kujtesës historike të gjenocidit grek mbi shqiptarët e Çamërisë. Ky projekt madhështor u realizua me shumë seriozitet nëpërmjet përzgjedhjes me konkurs për të shpallur fituesin dhe për të ndërtuar atë që kemi sot dhe që çdo vit në 27 qershor ne i kujtojmë dhe vendosim një trëndafil për të afërmit tanë. Vazhdimi i betejave ishte miratimi i rezolutës në parlament dhe në vitin 2013, pas disa protestave të Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet, u arrit që të nxirrej nga sirtarët e harruar dhe plurosur rezoluta dhe të botohej në fletoren zyrtare duke marrë vlerë ligjore. Betejat politike shënuan kulmin, kur me reformën territoriale politika kishte fshirë nga harta Konispolin dhe kishte lënë atë në një komunë në varësi të minoritetit grek. Beteja e kryetarit të PD-jus ishte e qartë. Shqiptarët e Çamërisë meritonin dinjitet dhe pas shumë përpjekjeve në Komisionin e Reformës Zgjedhore,
u arrit që mes 61 bashkive të krijojë Bashkia e Konispolit, fillimi i krahinës së Çamërisë. Për të gjithë gjenocidin e ushtruar mbi shqiptarët e Çamërisë, PD-ju dhe ish avokati Karim Khan, sot kryeprokurori i Hagës, ka përgatitur një dosje voluminoze me dëshmi dhe hartuar mbi konventat e të drejtave ndërkombëtare, e cila duhet të zbardhet, ndaj ngritja e një komisioni hetimor ka qenë kërkesë e kahershme e PD-jus në parlament. Në gjithë këto vite kemi protestuar ndaj çdo ministrit jashtëm grek të ardhur në Shqipëri, ish presidenti apo kryeministri, dhe kemi ushtruar të drejtën tonë për të kërkuar drejtësi dhe heqjen e ligjit të luftës që Greqia mban me Shqipërinë prej 84 vjetësh. Këto protesta u dëgjuan deri në Bruksel, kur komisioneri i zgjerimit Johannes Hahn deklaroi qartë se çështja Çame është një çështje e pambyllur me Shqipërinë. Në vitin 2024, në Parlamentin e Shqipërisë për herë të parë, të gjithë deputetët e të gjitha forcave politike i bëm bashk për të miratuar deklaratën e propozuar nga PD-ju që Shqipëria t'i kërkojë Greqisë heqjen e ligjit të luftës. Kjo deklaratë u miratua me 96 vota pro dhe asnjë abstenim dhe është një hap shumë i rëndësishëm për heqjen e ligjit si një absurd që është fyerje për dinjitetin, integritetin dhe sovranitetin tonë kombëtar. Një tjetër hap i rëndësishëm transparencë të munguar për të zbardhur të vërtetat është akti i hapjes së dosjeve të ish sigurimit të shtetit për të gjithë shqiptarët e Çamërisë të skeduar gjatë diktaturës. Këto dosje përfshin të gjithë periudhën komuniste nga viti 45 deri në vitin 91, duke vënë në dispozicion 3 fonde, në total për 105 dosjesh, që përmbajnë rreth 200.000 fleta arkivore. Këto dokumente arkivore fillojnë nga dega e punëve të brendshme Sarand, Berat, Lushnjë, Elbasan, Tiranë, Vlorë dhe në të gjithë Shqipërinë dhe përfshin të arratisur, të pushkatuar, të masakruar, dokumente për survejimin, për ndjekjen dhe deri tek dënimet e rënda me burg dhe internimet e të gjithë komunitetit të shqiptarëve të Çamërisë. Kjo është një ngjarje e rëndësishme për të gjithë shqiptarët e Çamërisë, sepse zbardhen të vërtetat e periudhës më të errët që komuniteti përjetoi nga viti 45 deri në vitin 91. Por institucionet relevante të shtetit shqiptar është shumë e rëndësishme që përfshirja të mos mbetet vetëm tek autoriteti dosjeve, por të gjithë institucionet duke filluar nga Akademia e Shkencave e deri tek Ministria e Arsimit, me librat e historisë, duhet të zbardhin të vërtetën mbi Çamërinë dhe shqiptarët e Çamërisë. Po të tilla kanë qenë edhe nismat për dekomunistizimin dhe heqjen e dekoratave të personave të përlyer në të kaluarën me krimet e regjimit komunist. Ne kemi ngritur zërin për çdo padrejtësi të shqiptarëve, ashtu siç prej vitesh kemi kërkuar me ngul formozimin e neo-shqiptarizmit, një kombëtarizim ndryshe shqiptarëve në diasporë. Diaspora e parë bëri pavarësinë e Shqipërisë, sot është koha e diasporës së dytë për shqiptarët, sepse në vitet e fundit ne kemi një Shqipëri të dytë që jeton në emigracion. Për këtë arsye ndihet nevoja e domosdoshme e një programi të veçantë institucional dhe këmbgulja jonë është ngritja e institucioneve si Ministria e Diasporës, e cila sot nuk ekziston, si dhe organizimi institucional me mbështetje me mësues për të ruajtur gjuhën shqipe, kulturën dhe identitetin ton kombëtar. Ruajtja e fortë e lidhjeve me shtetin nam është detyrë dhe interes i shtetit shqiptar. Për këtë arsye mbrojmë dhe ruajmë gjuhën shqipe, historinë, duke ruajtur kulturën e pasuruar trashëgiminë kombëtare. Betejat për 2 censuset dhe regjistrimin e popullsisë ka qenë një përpjekje e jona për të garantuar mbrojtjen e të dhënave etnike dhe kombëtare. Kemi zhvilluar mira aktivitete në mbar Shqipërinë dhe diasporë, sepse jo vetëm çështja Çame, që është një kauzë që kërkon mbështetjen e të gjithë shqiptarëve, por se PD-ju është një forcë politike kombëtariste, duke qenë gjithmonë e vëmendshme në ruajtjen e integritetit dhe dinjitetit atletar.